ishte në mënyrë të veçantë një njeri me një shpirt të madh. Me shpirt të madh. Për familjen e vet, për oficerët e flotës dhe një pasionant i madh i detarisë shqiptare. Pasionant i madh. Njëri që i donte detarët, qofshin këta të një çdo niveli, i donte, i respektonte, e mbronte kuadrin. Kuadrin detar, nuk e shiste kollaj. Nuk e shiste kollaj. Pavarësisht se vështirësitë kanë qenë të llojeve të ndryshme. Po, edhe në funksion të vështirësie situatave të këtej, po kuadri nuk e shiste. Kërkonte nga në kuadri maksimumin e mundshëm dhe qëndronte për krah tyre në çdo situatë. Jepte detyra situata të vështira, kërkonte llogari maksimum dhe qëndronte në krah edhe në pranë tyre. Komandant, që në këtë ditë të shënuar për forcat detare, çfarë urimi keni juve për urim ta duan veten e tyre, familjen e tyre dhe flotën si familjen. Faleminderit, komandant. Unë të mbarë edhe ty me shumë respekt. Faleminderit. Gjithë aktivitetin tënd origjinal, jetësor, themelor që ke bërë për flotën, për memorien e flotës. Ke një dorë të veçantë, ke një vend të veçantë. Faleminderit. Do vazhdojmë, komandant. Faleminderit. Unë të mbarë. Shëndet edhe ju.